Zëvendës kryeministra dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka prezantuar drejtorin e ri të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, Kreshnik Bajraktari. Sipas numrit 2 të qeverisë, Bajraktari ka kontribuar në transportin publik në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkinë e Tiranës. Gjatë fjalës së saj, ajo ka renditur sukseset e arritura deri më tani të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor. Përveç drejtorive rajonale, kemi edhe 17 zyra të reja shërbimi në të gjithë vendin dhe normalisht kemi dyfishim të mbulimit territorial me zyra shërbimi dhe drejtori rajonale. 424.955 shërbime më shumë të ofruara krahasuar me vitin 2018. Ne sot ofrojmë 9 herë më shumë shërbime se sa ofronim në vitin 2018 dhe në kohë shumë më të shkurtër. 21 milion kilometra të kursyeera për qytetarët tanë fal pikërisht zyrave që janë hapur përveç drejtorive rajonale. 1.4 milion litra karburant të kursyer për qytetarët dhe 260 milion lek më pak shpenzime. Më pas, zëvendës kryeministra, një është ministre e infrastrukturës dhe energjisë, u ndal edhe tek drejtori i ri i institucionit Bajraktari, duke cilësuar si një zyrtar të ndërgjegjshëm i cili do të jetë një drejtues mbështetës.